Për këtë arsye vëllezër të ndersh, Islami është bukuri, as stoli e kësaj dunjoj. Dhe pa Islam s'ka mundësi që të qëndron kjo botë. Kiameti bëhet kur ngritet Islami. Kiameti kur ndodh, kur sipërfaqen e tokës mungon shahadeti, atëherë ndodh kiamet. Kështu thonë te pejgamberi Allahut se nuk bëhet kiameti derisa në tokë sipërfaqen e tokës ka njerëz që adhurojnë Allahun, ka njerëz që dëshmojnë shahadet, ka njerëz që cilët thojnë Allah, Allah. Pra thonë te pejgamberi Allahut se nuk bëhet kiameti derisa Kurani Kerimi të rikthehet nga ka ardhur. Kurani ka ardhur prej lart, do të ngritet lart. Dhe nuk bëhet kiameti derisa të shemët qabe. Dhe nuk bëhet kiameti pra derisa gjurmë të Islamit të humbin, pra ekzistimi i qiejve dhe tokës është për arsye për shkak ekzistimit të fesë Allahut. Nëse nuk ekzistoi Islami, nuk ekziston dhe tokë. Nuk ekzistojmë dhe ne. Pra të vëllezër të ndershëm, Allahu Azza wa Jalla ka stolis këtë dunjë me Islam, me din, me fe. Dhe kjo është feja që Allahu ja ka dhuru. Kujt ja ka dhuru? Ademi që ja ka dhuru, Nuhit dhe gjithë pejgamberëve të Allahut. Gjithë pejgamberët e Allahut kanë thirrë në Islam. Asnjë pejgamber s'ka pas ndonjë fe tjetër. Pra të vëllezër të ndershëm, një ndër bukuritë të Islamit se feja islame është e vetma fe e vërtet. Po feja krishtere? Po dhe ato ka qenë musliman, mirë po e kanë deviju. Po që futën? Po dhe muzaj ka qenë musliman, mirë po ato kanë rëshqit dhe galon feja në tyre. Pra të gjithë mban njerëzimi ka rëshqit, ka praktis fejnë Allahut. Gjithë pejgamberët e Allahut, gjithë thirrësit kanë thirrë në Islam. Dhe kush pretendon dhe mendon se ka ndonjë fe të vërtet, të pranuar te Allahu Azza wa Jall jashtë Islamit, nuk është musliman edhe me qenë 5 vakte li namaz. E kuptuat se kjo është iftira, biftan Allahut me qenë.